duhet aluduar pa pasur fakte, pra duhet nxjerrë historia e të kaluarës mes shiftit, për të nxjerrë pastaj sepse në fakt këj puna e institucioneve fokusohet në motivet, për çka dhe pastaj ndikohen edhe masa që duhet shqiptuar. Përgjithsisht pak që në njohuri me detaje, zakonisht këto raste flasin për reagim impulsiv, çka më tepër hyn në fushën e psikologjisë dhe psikiatrisë. Ne në fakt ndoshta duket pak absurde, mirë po duhet të ndërlidhen me çështje tjera se ne në fakt si popull nuk e di arsyet dhe rrethonat pse gjindemi në këtë stat, mirë po na karakterizon një temperament impulsiv, duke filluar nga komunikacioni, pastaj në çështje të tjera, qoftë edhe në diskurset politike, fetare e kështu me radhë. Andaj si kategori, pra çështja psikike duhet trajtohet në nivel profesional, me masa jo vetëm ndëshkuese nga gjykata, sepse qëllimi i një shoqërie demokratike është parandalimi, e parandalimi kërkon reagim të hershëm, duke i identifikuar faktorët dhe shkaqet, pastaj për të trajtuar ato, duke shpërndarë në për institucione secila që barë në përgjegjësisë të ngarkuara me ligj. Zoti Halimi, dua t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, meqense e di që jeni në vendin e punës dhe nuk dua t'ju marr më shumë kohë. Duam të bëjmë, meqense përmendet pra dhe çështjen e temperamentit që e kemi prezent në shoqëri, por secili prej nesh, përfshirë këtu edhe shoqërinë, përfshirë edhe familjet, përfshirë edhe komshinjet, në një mënyrë ose tjetrën ndjehemi fajtor kur ndodhin raste të tilla. Ajo që dua t'ju pyes juve si ekspert i kësaj fushë është identifikimi i shenjave, qoftë si familjar, qoftë si fshin, qoftë si shoqëri. Cilat janë ato shenja të cilat mund të na tregojnë që një konflikt në çift nuk është thjesht një konflikt, por mund të jetë një kërcënim për jetën të armën, nuk është thjesht një xhelozi, por mund të të kaloj kufit dhe të shkoj në kërcënim për jetën, cilat mund të jenë, domethënë, ato shkaqet e dukshme të cilat tregojnë që asgjë nuk është brenda normalës dhe mund të kaloj deri tek diçka që është shumë serioze, që mund të përfundoj edhe me fatalitet. Shenjat të cilat mund të identifikojmë edhe ne si familje, ndoshta edhe si shoqëri, por edhe organet e rendit. Fatkeqësisht çështjet e dhunës në familje konsiderohen akoma në mentalitetin tonë si çështje privatësie, gjë që në fakt asnjë akt dhune nuk e gëzon të drejtën e privatësisë, si e tillë kërkon ndërhyrje nga jashtë për t'u trajtuar pastaj. Nëse marrim pra duke tentuar të përgjigjem pyetjes konkretisht, nëse marrim përgjithsisht pra te konfliktet që vijnë mes shifteve, sidomos shiftet të reja, zakonisht ato ndodhin për disa arsye, ku mes tyre mund të jetë xhelozia apo edhe dëshira e njerëz nga çifti që të shkëpusin marrëdhëniet bashkëshortore, ku pala tjetër me gjas nuk e pranon dhe ka lënë një afekt të tillë, sepse sado që i paraprin disa çështje, megjithatë në momentin e kryerjes çdo person kalon në gjendje afekti, çka pra ndryshe nuk shpjegohet marrja e jetës së bashkëshortës, shtoja këtë edhe duke qenë me barë apo me një fëmijë që pritet të lindë nga ajo, që natyrisht fëmija i përket të dyve. Andaj, këto çështje nuk duhet neglizhuar, sidomos institucionet në rast se është e vërtetë se raportohet disa herë dhuna apo shqetësimet, qoftë edhe nga bashkëshorti, sepse tham nuk ka privatësi ose të drejtë privatësi e dhuna, institucioneve ju takon të reagojnë me kohë dhe të kanalizojnë problemin në mënyrë që të orientojnë përzgjidhje të çështjes. Ndryshe, nëse vërtetohet se është raportuar disa herë dhe nuk është ndërmarrë asgjë, barra i bie kryekpot institucioneve. Po ashtu, duhet domos ta përmendim se në çështjen e kulturës ose mentalitetit ton ne i fshehim gjërat gjersa ato të arrijnë në pikën kulminante edhe duke mos përjashtuar pra rastet në fatalitet, ku e kundërta do duhet të ishte edhe pritet sidomos nga gjeneratat e reja, çështje të cilat i kanë mosmarrveshje mes bashkëshortëve, kështu ti plasojnë edhe tek familjarët e tjerë në mënyrë që të gjejnë
ndoshta edhe ndonjë këshill, apo edhe spaku mos të mbajnë të fshehur, sepse pastaj gjindem në një situatë të hutuar kur merret vesh se veç është kryer akti